Pentagoni ka publikuar 10 dokumente të deklasifikuara mbi UFO-t dhe fenomenet ajrore të paidentifikuara, pas një urdhri të presidentit amerikan Donald Trump. Administrata amerikane cilësoi këtë veprim si një hap drejt transparencës së plotë, ndërsa premtoi se publikimet të tjera do të pasojnë në javët e ardhshme. Dosjet përfshin raporte që datojnë që nga viti 1947 për të ashtu quajtura të disqe fluturuese, fotografi të paqarta të marra gjatë misioneve Apollo në hënë, si dhe dëshmi pilotësh ushtarak që pretendojnë se kanë parë objekte me lëvizje të pazakonta në qiell. Por ekspertët mbeten skeptik. Analisti fenomeneve ajrore West tha se shumë prej videove të publikuara janë parë edhe më parë dhe nuk provojnë asgjë të jashtëzakonshme. Sipas tij, shumica e objekteve të filmuara mund të shpjegohen me balona, iluzione optike ose edhe gabime perceptimi nga pilotët. I think what we have here is quantity over quality. Shumë nga dosjet që kemi janë dosje të vjetra të FBI-s që janë publikuar vite më parë, madje disa datojnë që nga vitet 40 dhe 50. Ndërsa videot për të cilat isha më interesuar nuk janë as pak interesante. Videot kanë të gjitha informacionet e mbuluara në ekran. Kemi kuti të zeza që mbulojnë numrat, që do të na tregonin se çfarë po ndodh realisht dhe gjithçka që shohim janë pika të vogla të bardha që lëvizin në ekran. Nuk mund të identifikojmë sepse janë shumë të vogla. Fatkeqësisht videot nuk janë aq interesante. Them because they're so small. So unfortunately, the videos are not that interesting and Publikimi i dosjeve ka ndezur debat të madh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Disa kritik pretendojnë se çështja po përdoret për të larguar vëmendjen nga problemet politike dhe tensionet ndërkombëtare, ndërsa të tjerë kërkojnë që qeveria amerikane të publikojë materiale edhe më sensitive në të ardhmen. Megjithatë, pavarësisht skepticizmit, misteri mbi UFO-t vazhdon të mbetet një nga temat më të debatuara në opinionin publik amerikan.